Bashkia e Dibrës ka nisur një investim në fshatin Pilafet njësisë administrative Tomin. Prej vitesh ky fshat përballej me gjendjen e amortizuar të rrugës së fshatit të tyre që i lidhte me qytetin e Peshkopis. Po ashtu një tjetër problem ishte edhe sistemi i ujrave të ndotura që ishte kthyer në shqetësim madhor pasi ato rritnin në sipërfaqe. Bashkia e Dibër për këtë vit ka nisur një investim madhor për këtë fshat, i cili do të zgjidhë përfundimisht problemin e rrugës edhe të ujrave të zeza. Zëvendës kryetari i Bashkisë Dibër, Lorenc Cibaku, thotë se ky investim bëhet totalisht me buxhetin e Bashkisë Dibër e do të mbyllet shumë shpejt. Nga ana tjetër, Cibaku shprehet se investimet të tjera janë parashikuar gjatë këtij viti në të gjithë territorin e Bashkisë Dibër. Bashkia e Dibër gjatë buxhetit të vitit 2026 ka planifikuar përmirësim administrative Tomin konkretisht në fshatin Pilafe, sistemimin dhe rehabilitimin e kanalizimeve të ujrave të zeza të këtij fshati dhe njëkohësisht asfaltimin dhe sistemimin e rrugës që të çon në barezat e fshatit Pilafe. Ky investim është i planifikuar me fondet e buxhetit të Bashkisë Dibër. Njëkohësisht i gjithë investimi në total për të tjerë bioprojekte afërsisht në vlerën rreth 8 milion lekë të reja. Ky investim është pjesë e investimeve të këtë vitit 2026 që sapo përfundon si investim dhe na presin edhe investime të tjera në njësitë administrative të tjera. Fshati Pilafe është një nga fshatat e radhë në Bashkinë Dibër që ka përfituar investime, duke ndryshuar jetesën e banorëve.